shembull, vetë s'punon hiç, e kështu lyp një djalë që vozit drejtë në verta për shembull, në Kërë Strejt ose Lamorgjën, a me qu pushime luksoze që apo di çdo vit, dimrit me qu Bogë ose Brezovic çdo vit, verës me qu Maldive ose dikun në vend shtret. Jemi për emisioni 05. Pyetja jonë për sot është qysh është femna ideale për ty? Femna ideale për mu do të më kone sinqert, besnike edhe më kone mbi gjitha njeri. Më mjafton besnikërinë se dashuria, nëse vjen pa besnikë është lojë, është një farë interesi. Për shembull, nëse dashuria ka njerë vjen jetën tonë më na bo keq, si lloj sprove ta quaj ashtu, se nëse nuk vjen me qëllime serioze, atëherë është lojë, është një farë interesi. Se dikush po gjen me të marrë diçka ose në lloj interesi ose moment që gjon më mirë, të lësh kundër të tjetri. E nëse vjen çfarë thash fillim, nëse vjen dashuria pa besnikin bashk, atë dashuria me besnik shkojnë bashk, atëherë çajo femna ideale. Cila i shkon mosha ideale për martesë? Me menja këtu mosha nuk futet fare, veç mendimi jam, kur qesh i gatshëm, se s'ka lidhje se kur qesh i gatshëm, tash për dikon 25, dikon 30, dikon nuk edhe 40, po pravarësisht kisha thonë 40, që aty është nuk ka pjekuri, dhe se me 20 vjet, një femë më bo nanë, nuk është shumë e re, përse dhe do më kalu do sfida, edhe me më rrijat. A mendon që falet radhia? A kishe falë ti në herë të radhi? Jo, asnjëherë. Zoti mos më sprovoft. Nuk më, se jam tip edhe në karakter i ndihshëm shumë edhe s'më me përballu. Nuk e di as ç'e kisha shfaqat nervozën ato momente. Nuk e di, inshallah nuk sprovona me tradhti se është e paspjegueshme. E ti ndonjëherë a ke tradhu? Jo, se unë mas pari nuk ja bëj dikujt që s'kam qef dikush ma bë mu. E qas te vetja. E qas vetë në atë pozitë që shë ndi one, nëse partnerja më kishtë rallëthu mu, ose dashur, ose gruja, e kur i menon njerëzit që të sen me qitë pozitën shembull viktimës, e atëherë tradhtia s'vjen. Mendoj që një femër sot përgjithësi mendoj jam bo materialiste, jo një pjesë e femrave, jam bo materialiste, edhe një femër që don me gjetë lëmturinë, edhe me gjetë rahatin, nuk e këshirë sa pare ka idealis, çfarë kjerë vozit, apo diçka ngjashme. Nëse këshirë është njeri mirë që sillet, për shembull një djalë me ty që është respekton, që është trajton, atëherë jetën e ndërtojmë bashkë atë qift. Çka mendon se bën materialiste një femër? Për shembull, vetë s'punon hiç, e kështu lyp një djalë që vozit drejtë në verta, për shembull, në Kërë Strejt ose Lamorgjën, me qu pushime luksoze që apo di çdo vit, dimrit me qu Bogë ose Brezovic çdo vit, verës me qu Maldive ose dikun në vend shtret. Me qu çdo vit, me plotsu kërkesat asaj, po dukto ja blema që tesh shpesh, jo një 500 euro, 100 euro, ja këtu farë qashtet, ja zëngjirjet, jo vova. E një femër që do e do një kërë, pavarësisht një kërë 5-6 euro, thot punoj bashkë me burrin tem e blejna bashkë, se në martesë s'ka urlla, ka bashkëpunim. Kështu të fash me burrin tonë, se të dash si shok atëherë, ka veç përparim edhe avancim tutje, për shembull që shfrytëzoj ka kjerë e blejmë bashkë, pasuni bëjmë bashkë, një shtëpi e blejmë bashkë, nëse ka nevojë kredit him bashkë, me blej një banesë, me qetë, e nëse këto sene ndodhin, këtë respekti edhe se nëse takim të parë ke thonë po atë ideali që ndroj po për ta njëjtën, që veç vdekja me ndo atij personi. Sa më luqë edhe në botën tjetër me të bashku Zotin me atë person. Apo mendon që krejt femnat janë bo njëjtë materialiste, apo mendon që ka mbet edhe ndonjë që dëm për atë që je? Ka më përqindje, nëse i flasim thjesht asaj përqindjet për statistika, 70% kisha thonë materialiste, 30% tamam dojnë që dukësh. E qaq mirë mos sill gruaja me burrin ose me të dashurën që ai me shtim me dash veten, ai hala më shumë me respektu veten, me ditë lirë hala më shumë nga që është trajton, apo kaq. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve për mundësinë dhe hapësirën. Faleminderit.